Është shpallur thirrja publike për masën 112, ndihmë për fermerët e rinj për fillimin e veprimtarisë bujqësore nga programi për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural për vitin 2025. Kjo thirrje publike parashek mbështetje financiare për të rinjt e moshës 18 deri në 40 vjeç që për herë të parë nisin veprimtari bujqësore, marrin në menaxhim një ekonomi bujqësore ekzistuese apo themelojnë një të re. Mbështetja maksimale është 600.000 denar për përfitues, me mundësi për pagesë paraprake deri në 40% të shumës së miratuar. Thirrja është e dedikuar për bujq të rinj, të cilët për herë të parë fillojnë me veprimtari bujqësore, marrin në menaxhim një ekonomi bujqësore ekzistuese ose themelojnë një të re dhe janë të regjistruar në regjistrin e vetëm të ekonomive bujqësore gjatë 18 muajve të fundit. Zëvendës ministri i bujqësisë Flakron Bexheti theksoi se për këtë thirrje janë lehtësuar procedurat e aplikimit me qëllim që sa më shumë të rinj të përfitojnë nga mundësia për të filluar veprimtari në bujqësi. Përparësi në përzgjedhje do ju jepet fermerëve individual, anëtarëve të kooperativave bujqësore, grave të reja fermere, si dhe aplikuesve me arsim të përfunduar në fushën e bujqësisë ose veterinarisë. Gjithashtu përparësi do t'ju jepet projekteve që kanë për synim blerjen e mekanizmit bujqësor, pajisjeve për aktivitetet pas korjes në prodhimin bimor, pajisjeve për përpunimin e produkteve bujqësore, si dhe pajisjeve për prodhimin blektoral, qumësht, mish, vezë dhe përpunimi i tyre. Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave është 9 maj 2025. Qëllimi ynë është të aktivizojmë të rinj në prodhimin bujqësor. Masa 112 është një mundësi konkrete për të filluar një ekonomi të re bujqësore, për të ndërtuar të ardhmen në vendin tonë dhe për të kontribuar në zhvillimin e bujqësisë, theksoi Bexheti. Ai shtoi se Ministria dhe Qeveria do të vazhdojnë të punojnë në krijimin e politikave që të motivojnë të rinjt të qëndrojnë në vend dhe të zhvillojnë prodhimtari bujqësore cilësore, me synim që vendi të forcojë kapacitet prodhues dhe të njihet më gjerësisht si eksportues i produkteve bujqësore vendore.